Më shumë se 450.000 Amerikanë kanë vdekur nga mbi doza e opioideve sintetike gjatë dekadës së fundit me fentanilin që udhëheq si shkaku kryesor i këtyre vdekjeve. Dhe çfarë është fentanili? Një opioid i fuqishëm sintetik, të paktën 50 herë më i fortë se heroina, i cili përdoret për qëllime mjekësore për t'i trajtuar dhimbjet e forta, shpesh tek pacientët me kancer, por siç mund të supozoni, gjithashtu prodhohet dhe shitet ilegalisht në tregun e zi të Shteteve të Bashkuara. Kur keq përdoret, qoftë edhe një sasi e vogël, mund të jetë fatale për shkak të fuqisë së tij dhe ndërsa flasim për fatalitete, më shumë se 60.000 njerëz vdiqën nga mbidoza e fentanilit vetëm në periudhën 2021-2022. Tani, nga kthimi i Trumpit në presidencë, kriza e fentanilit nuk është vetëm çështje shëndetësore, por ajo është kthyer në një lojë gjeopolitike të fajit. Presidenti i SBA-s fajson Meksikën dhe Kanadan për mos ndalimin e fentanilit në kufi, kështu duke vendosur tarifa ndaj tyre. Thinking in terms of 25% on Mexico and Canada because they're allowing vast numbers of people. Canada is a very bad abuser also. Vast numbers of people to come in and fentanyl to come in. Trump kërcënoi gjithashtu se do t'i caktonte kartelet meksikan të drogës si organizata terroriste, një veprim që mund të kishte pasoja të rëndësishme politike dhe diplomatike. Megjithatë, problemi më i madh qëndron tek Kina, e cila mbetet burimi kryesor global i kimikateve pararenditëse për prodhimin e fentanilit. Prodhuesit kinez vazhdojnë të prodhojnë dhe të eksportojnë këto kimikate nga laborator në Meksik, ku kartelet më pas krijojnë drogën dhe e dërgojnë atë drejt veriut. Dhe siç tham edhe më herët, më shumë se një krizë shëndetësore, e gjithë kjo tingëllon si një kokëdhëmbje gjeopolitike. Kina dhe Kanadaja sigurisht që do të përgjigjen. Pekini u akmor duke u shpallur tarifa 15% për importet e pulës, grurit, mistrit dhe pambukut nga SBA-ja, sipas një deklarate nga Komisioni i Tarifave të Peshqit të Shtetit, ndërsa kryeministri kanadez Justin Trudeau paralajmëroi në një konferencë për shtyp se Kanadaja nuk do të tërhiqet nga lufta. The U.S. tariffs came into effect in the early hours of this morning, and so did the Canadian response. Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. Ndërsa presim cila do jetë kundërpërgjigjja e Meksikës ndaj sanksioneve, çësia e Trumpit është përsëri e fokusuar më shumë në pozitën politike, në vend që të trajtojë natyrën komplekse të tregtisë globale të drogës.